Faleminderit kryetare, unë edhe njerë falenderoj gjithë kolegë deputet për votimin edhe miratimin e marrëveshjeve, edhe besoj që kjo votë e gjithë juve deputetve ka qenë për shkak të rëndësisë që ka për qytetarët secila për këtyre marrëveshjeve. Në këtë frymë, të gjithë edhe zoti Tahiri, me rekomandime që i kishte zonja Bajrami e të tjerë, të dim se do të ketë mundësi që të dorëzohen amandamentet, që ky projekt ligj do shqyrtohet në komisionet funksionale, secili prej deputetëve mund t'i paraqesë amandamentet dhe natyrisht se do të ketë hapësirë që diskutohet secila prej shqetësimeve në komisione e pastaj edhe në lexim të dytë përpara votimit. Kështu që edhe një herë, pas parasysh vonesat e shumta që kemi pas në konstituim të institucioneve, unë juftoj që të vazhdojmë tutje me shmangjen për afatet procedurale edhe pastaj me trajtim edhe punë në amandamentet të cilat do t'jepni me gjithë respektin për analizën që tashmë keni filluar ta bëni. Faleminderit.